Përshëndetje të nderuar shikues. Në dhomat e specializuara në Hagë dhe sot po vazhdon dita e tretë e deklaratave përmbyllëse në gjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-s Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Avokati ish presidentit Hashim Thaqi, Luka Mishetić, ka deklaruar se klienti i tij është i pafajshëm dhe se shpallja e tij fajtor do të ishte pa drejtësi historike. Në fjalën e tij përmbyllëse, Mishetić ka theksuar se gjykata duhet të nisë nga supozimi i pafajësisë, siç e kërkon ligji, dhe më pas të vlerësojnë nëse provat e paraqitura nga ZPS-ja e bindin atë jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm. Ai ka akuzuar ZPS-n se ka anashkaluar prova që kundërshtojnë pretendimet e saj dhe se po përpiqet të rishkruaj historinë e Kosovës përmes interpretimit të njëanshëm të dosjes. Sipas mbrojtjes, prokuroria nuk ka ofruar prova të drejtpërdrejta për ekzistencën e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale dhe nuk ka demonstruar që Thaqi ka pasur kontroll efektiv mbi veprimet e UÇK-s. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës e parapartë të mbaj sot nga ora 12 është shtyrë për në orën 17. Kryetari i Legjislaturës së shkuar të Kuvendit, Dimal Basha, ka njoftuar se me kërkesë të nënkryetarës së PDK-s Vlora Qitaku, seanca konstituive pritet të mbahet sot pasdite për shkak të procesit gjyqësor që po zhvillohet në Hagë, ku gjatë ditës fjalën përmbyllëse e ka mbrojtja e Thaqit. Basha, pas takimit të zhvilluar me përfaqësues të partive në përgatitje të seancës, ka thënë se janë dakorduar që 5 nënkryetarët të votohen në pak kohë. Avokati Arjanit Koci ka njoftuar se ndodhet në Beograd në cilësinë e mbrojtësit ligjor të Mithat Lozhanit, i cili është arrestuar nga policia serbe në pretendimet për krime lufte. Koci tha se ka informacione për trajtim fizik të papërshtatshëm, pyetje të vazhdueshme dhe presion ndaj klientit dhe kërkoi verifikim të menjëhershëm përmes ekzaminimit mjekësor të pavarur dhe dokumentim të çdo lëndimi. Avokati Koci kërkoi transparencë dhe monitorim ndërkombëtar, duke theksuar se Lozhani gëzon prezumimin e pafajësisë. Koci u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që ta trajtojnë çështjen me urgjencë, duke e cilësuar sigurinë e shtetësve jashtë vendit si detyrim kushtetues. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 25 vjet burgim Besnik Salihun për vrasjen në Dumnicë të Podujevës 3 vjet më parë, ndërsa vëllai i tij Ila Salihu është liruar nga akuza. Salihu shpallur fajtor se më 26 mars të vitit 2023 kishte qelluar me armë zjarri 2 herë në kokë viktimen SS. Në akt akuzë ishte përfshirë edhe vëllai i tij Ila Salihu, i cili dyshoi se kishte ndihmuar në fshehjen e provave të kryerjes së vrasjes. Megjithatë, ai është liruar nga akuza nga gjykata themelore në Prishtinë. I akuzuari për vrasjen e bashkëshortës Naim Murseli ka kërkuar nga gjykata që t'i lejohet komunikimi me fëmijët e tij, të cilët ndodhen në Suedi. Kryetaria e trupit gjykues Fatime Dermaku, gjatë seancës ku Murseli po vazhdon të japë mbrojtjen për i të ditur se lidhur me këtë kërkesë janë duke u zhvilluar bisedime me autoritetet suedeze dhe se çështja është në shqyrtim. Po ashtu Murseli, i cili më herët ka qenë këshilltar i kreut të AKR-s, Beqet Pacolli, ka kërkuar të bisedoj edhe më të, por kjo kërkesë nuk është aprovuar nga gjykata, ashtu si dhe ajo për komunikim me dhëndrin e tij. Në seancën së mërkurës, prokuroria Javorka Perliçević e ka marrë në pyetje Murselin dhe ka ballafaquar me deklaratën e tij gjatë mbrojtjes për gjendjen financiare. Murseli ka mohuar se ka thënë se pretendimet e prokurorisë janë shpifje dhe ka theksuar se po gjykohet për vrasje e jo për krime ekonomike.
Prokuroria themelore në Pejë ka njoftuar se gjatë së mërkurës do të vazhdoj intervistimi i personave përgjegjës për procesin e numërimit të votave në komunën e Klinës në kuadër të hetimeve lidhur me dyshimet për manipulim të votave. Sipas njoftimit, hetimet kanë të bëjnë me pretendimet për manipulim të rezultateve të kandidatëve të subjekteve politike në këtë komunë. Hetimet për manipulim e vota kanë nisur edhe në komuna të tjera. Katër persone janë vrarë në mesin e tyre 3 fëmijë nga sulmet ajrore ruse në rajonin e Harkivit në Ukrainë gjatë natës, ka mbërtëditur autoritetet. Kryetari i këtij rajoni, Ole Sinegubov, ka thënë se nga sulmet ruse 2 djemë 2 vjeçar, 1 vajzë 1 vjeçare si dhe 1 burr 34 vjeçar janë vrarë. Trupat e të cilëve u gjetën në rrënojat e ndërtesës së shkatruar plotësisht në qytetin e Bohodukivit. 2 persona të tjerë u plagosën, në mesin e tyre një grua shtatzën 35 vjeçare njoftoi shërbimi shtetëror i emergjencave të Ukrainës. Bohoduhiv në veriperendim të qytetit Harkiv ka qenë në sulme pothuajse të përditshme ruse ditët e fundit. Moska ka shtuar sulmet në zonë duke synuar infrastrukturën energjetike dhe të transportit me një numër rekord raketash balistike, tha presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Për shkak të situatës energjetike, autoritetet lokale në rajonin e Harkivit kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Ishin këto lajmet orës 12. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.